në theth. Të nesërmen u zgjuam herët, hëngrëm mëngjes dhe vendosëm të vizitonim një tjetër prej vendeve më të njohura të thethit, Ujvarën e Grunasit. Ndryshe nga syri kaltër, për këtë shtek mund të niseni direkt nga zona e fshatit. Rruga kalon fillimisht pranë lumit dhe më pas fillon ngjiten gradualisht drejt Ujvarës. Në fillim mecja është e qetë, do të kaloni përgjatë lumit, mes shtëpisave të zonës dhe fushave të rrethuara nga malet. Është një shtek shumë i bukur sepse peizazhi ndryshon vazhdimisht. Pjesa e parë nuk është shumë e lodhshme dhe mund të bëhet me një ritëm të qetë, por më pas shtegu fillon të ngjitet. Terreni bëhet më shkëmbor dhe në disa segmente duhet të shikoni mirë ku vendosni këmbët. Ky është shtegu që do të çon për te Ujvara e thethit. Shqyr shumicën e kohës është hije, sepse për të syri kaltër ishte gjithë kohës në diell dhe piqesh. Rruga Shkollaj është shtegu i hapur. Nuk është ecja më e vështirë që mund të bëni në theth, por pjesa finale kërkon pak më shumë energji. Nëse vini gjatë verës, nisuni mundësisht në mëngjes. Jo sepse temperaturat janë më të ulta, por sepse mund të gjeni Ujvarën me më pak njerëz. Gjatë rrugës ka pika ku mund të ndaloni për të pushuar dhe për të parë luginën nga lart. Edhe ashtu si një ditë më parë, edhe këtu kuptuam se shtegu nuk është thjesht rruga që duhet kaluar për të mbërritur te destinacioni, por është pjesa e saj që bën destinacionin të vlefshëm.